Zbulimi i identitetit të dëshmitarit të mbrojtur nga drejtësia Fatmir Vladi, i cili pretendon se ka parë autorin e vrasjes së komisar Dritan Lamaj, detyroi shërbimin e kontrollit të brendshëm dhe prokurorin nisjen e hetimeve për këtë skandal. Krahas këtyre zhvillimeve duket se drejtuesit e SHGB-s janë të gatshëm për të marrë një tjetër hap, i cili pritet të zbardh personin ose personat që dekonspiruan dëshmitarin e prokurorisë për krimet e rënda. Burime nga Ministria e Brendshme kanë bërë të ditur se ka filluar marrja në pyetje efektivëve të drejtorisë së mbrojtjes së dëshmitarëve për të zbuluar skandalin, i cili vuri në rrezik jetën e një dëshmitari të mbrojtur nga drejtësia. Sqarohet nga Ministria se janë drejt zbardhjes së emrit të personit që zbuloi identitetin e Fatmir Vladit, ndërkohë që të njëjtat burime saktësuan se në pyetje do të merren dhe 17 efektive të liruar nga Drejtoria e Mbrojtjes së Dëshmitarëve pas ndryshimit të pushteteve në vend. Këta persona do të merren në pyetje për shkak se ata e kanë ditur identitetin e vërtetë të dëshmitarit Arben Doga me generalitete të ndryshuara. Mësohet se ish efektive do të japin sqarimet e tyre në lidhje me punën e bërë nga ata gjatë kohës kur ka mbrojtur Fatmir Vladin. Vladit 15 shatorin e këtij viti ju vendos një sasi eksplozivi në automjetin e tij. Për fatin e mirë të tij, lënda plasëse u zbulua gjatë kohës që ai dërgoi makinën e tij në një servis në zonën e Don Boskos. Për këtë u njoftua dhe policia e Tiranës, e cila mbajti ngjarjen të fshehur, ndërsa gati 2 javë më vonë është urdhëruar hetimi për dekonspirimin, që përpara çoi në një atentat i cili mund t'i merrte jetën dëshmitarit. Çështja e dëshmitarit të mbrojtur nga drejtësia u kthye edhe një çështje politike, ku opozita akuzoi qeverinë se e shiti Vladin për interesa politike. Ndërkohë të mërkurën Fatmir Vladi pritet të dëshmojë në gjykatën e krimeve të rënda për atë çfarë ka parë natën e vrasjes së komisar Dritan Lamaj.